Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar, jemi në rubrikën që dedikohemi shpirtit të njeriut, por jo vetëm i dedikohemi atyre gjërave që janë shumë të bukura, pozitivitetit, energjive pozitive, dhe këto energji neve na i zbërthem shumë mirë. Trajneri shpirtëror Sonila Vogli. Sonja Vogli, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit juve. Ditën e sotme kemi zgjedhur që të flasim për karmën. Po. Çfarë është karma dhe si do ta përkufizonit ju atë? Ndoshta një fjalë vetme nuk do mjaftonte për të përkufizuar karmën, po duhet pasur parasysh që është aksion, veprim, duke marrë në konsiderat që edhe vetëm mendimi është një veprim, sepse është një informacion i lëshuar në univers. Kështu që çdo gjë që ne bëjmë, çdo gjë që ne mendojmë, veprojmë, ndjejmë, është pjesë e karmës tonë. A është karma një ligj shpirtëror apo thjesht një mënyrë për të shpjeguar ngjarjet e jetës që na ndodhin? Për traditën jogike, traditën indiane dhe traditat të tjera të lashta, karma është një nga ligjet shpirtërore. Është ai ligj që ndoshta në fizik është shkaku dhe efekti. Është në ligjet shpirtërore është karma. Folku shqiptar, a e ka shpjeguar ndoshta karmën me atë shprehjen çfarë të mbjellim do të korrim? Patjetër, një nga përkufizimet mund të jetë kjo. A besoni se çdo veprim që ne bëjmë kthehet tek ne në një formë apo një formë tjetër? Gjithmonë? Gjithmonë. Universi nuk harron. Ekziston një memorie shumë e madhe që i përmbledh të gjitha edhe në trupin e njeriut, edhe në trupin le të themi të tokës. Kështu që në memorien e njeriut dhe të tokës. A ka dhe a ndikon qëllimi me cilën ne veprojmë në karmën tonë, pavarësisht se çfarë ndodh? Karma nuk do t'ja di për qëllimin. Domethënë, nëse ti ke paramenduar një diçka apo nuk e ke paramenduar, efekti është i njëjti. Po që se i bie grushtit, murit me grusht, atë efekt do kesh mbrapsht. E ke paramenduar apo jo, ka pak vlerë për karmën. Këto janë ligje morale pastaj të njeriut që ne i kemi vendosur për të lehtësuar ndoshta disa përgjigje që mund të jenë nga ligjet e njeriut, jo ligji i karmës. Një persona mund të trashëgojë karmën e familjarëve të tij, personave të tij të dashur, dhe pa dashur. Ka disa lloje karmash, është karma personale e personit që varet nga jetët e kaluara të tij apo nga kjo jetë, karma veprimet dhe mendimet që personi vet ka kryer. Është një karmë që varet nga ADN-ja jon, kështu që nga familjarët, nga gjithë paraardhësit tanë. Është edhe një karmë tjetër që varet nga vendi ku ne jetojmë apo nga populli ku ne jemi lindur. Si mund ta kuptoj dikush që është duke u përballur me pasojat e karmës? Shpesh, po që se nuk e kemi mësuar kuptimin e që gjërat rikthehen dhe ndoshta për të kuptuar që është karmë e kaluar, e jetëve të kaluara, është pak më e vështirë për ta kuptuar, por kuptohet kur ne nuk arrim ta mësojmë, ta kuptojmë, nuk ka një logjik të kësaj jete, sepse jemi duke vuajtur një situatë, apo dhe duke marrë të mirën e një situate, sepse karma nuk është vetëm e keqe. A ndahet karma në të mirë dhe të keqe? Ju dolet pikërisht këtu të pyetje që të bëj. Karma është thjesht përgjigje e veprimeve që ti ke kryer. Nuk është e mirë apo e keqe, është përgjigje. Ne e ndajmë në të mirë apo të keqe, sepse ne na bën që të vuajmë diçka, ose na bën që të përfitojmë diçka edhe pa e merituar në një farë mënyre këtu në këtë jetë që kemi bërë. Kështu që na vjen, si të thuash, me fat, kur jemi me fat. Ajo është pjesë e karmës së mirë. Pjesë e karmës së keqe pastaj janë vuajtjet apo përplasjet me gjërat e këqija, që ne konsiderojmë të këqija, që s'është thënë që të jenë të tilla. Ne themi që çdo e keqe e ka dhe një të mirë. A është kjo pjesë e karmës? Po, kjo është pjesë e karmës, sidomos në moment që ne i kemi mësuar leksionin që është duke na dhënë ajo pjesë e karmës,
arrim të marrim të mirën e saj, edhe të keqes që kemi brenda. A mund të ndryshoj karma nga një person tek një person tjetër? Ose mund të amplifikohet me kohën? Ne heqim edhe vendosim karmë në trupin ton karmik për ditë, gjatë gjithë kohës, edhe gjatë kohës që ne jemi duke fjetur, regjistrohet karmë në trupin ton karmik. Një nga qëllimet e meditimit, një nga qëllimit e mënyrës së jetuarit me ndërgjegje të plot, është që të heqësh sa më shumë karmë për t'u lehtësuar sa më shumë nga ky rëndese madhe e karmës. Po shtohet edhe po paksohet në vazhdimsi. Në vazhdimsi të se çfarë jemi duke bërë për ditë. Falja dhe pendesa e ndryshojnë karmën tonë? Varet. Pendesa, po qëse nuk ka një veprim për të kundërshtuar atë gjë që ti ke bërë, domethënë një veprim të mirë që nuk është vetëm pendesa shpirtërore apo mendore, po është edhe veprimi drejt dikujt tjetër që ti bësh mirë dikujt tjetër, nuk heq karmën e keqe. Ndoshta e lehtëson pak, po nuk e heq. Do vi një moment tjetër, në një jetë tjetër, apo më vonë në këtë jetë që ti do përballesh prap me atë efekt që ke dërguar në univers, me atë informacion që ti ke nisur, ai do kthehet prap. Po qëse ti nuk e shlyen në një farë mënyre, që nuk mjafton vetëm pendesa. Falja në kuptimin e lutjes, apo në kuptimin e të falësh dikë që të ka bërë keq? Në të dyja kuptime. Në kuptimin e lutjes, mund të ndërgjegjësoj që në momentin që ai grusht që ti dhe murit do të rikthehet me të njëjtën forcë, ti të jesh i gatshëm që të mos e vuash. Ai do të rikthehet gjithsesi, po mund të ndërgjegjësohesh me lutjen që ti të jesh i gatshëm që ta përballosh atë gjë, edhe të mos e vuash, të mos e marrësh aq të fortë sa ç'do ishte normalisht. Në rastin tjetër që të falësh dikë që të ka bërë keq, është pjesë më shumë e karmës së tij se sa e karmës tënde. Neve a mund të krijojmë një karmë me mendimet tona? Po. Jo vetëm me veprimet tona. Po si e thash, karma është aksion dhe një nga aksionet kryesore është mendimi i njeriut. Që në momentin që diçka të kalon në mendje dhe pse ti nuk arrin në aksionin në të bërit e keq të dikujt apo të bërit mirë ndaj dikujt dhe po qëse ti e ke menduar atë gjë, ka vlerën e vet karmike. Si ndikon mënyra se si ne i trajtojmë njerëzit në karmën tonë? Është pjesë e karmës së mirë apo të keqe, po qëse ti i trajton në mënyrë harbute, të keqe, do kesh përgjigje negative, po qëse ti i trajton sa më mirë, do kesh përgjigjen pozitive. A ka karma efekte menjëhershëm apo do mos do duhen vite që të kalojnë dhe ne të marrim efektet e karmës? Ka dy mënyra për të shlyer apo për të përballur me efektin që ti ke kryer, e aksionit që ti ke kryer. Njëri mund të jetë i menjëhershëm, që do të thotë që në qoftë se sot ti ke kryer një gjë të mirë për dikë, nesër do të ndodhi diçka që të ta kthejë atë të mirë që ti ke nisur në univers, që mund të jetë edhe e menjëhershme, mund të jetë edhe e ditës së sotme ose e ditës së nesërme. Ka nga ato lloj veprimesh që mund të jenë shumë herë më të forta, që jo vetëm nuk mjafton vetëm përgjigja e menjëhershme e karmës. Për shembull, nëse ke bërë keq, jashtëzakonisht keq një grupi të madh personave, mund që ti ta vuash brenda kësaj jete, po që ajo vuajtje të mos mjaftoj për të shlyer atë që ke bërë. E njëjta gjë po që se ke bërë të mirë një numër të madh i personash, ti mund ta marrësh mbrapsht në këtë jetë, po që ajo që ti ke marrë mbrapsht mos e mbaroj atë karmën e mirë që ti ke krijuar. Si e shpjegoni faktin që disa persona bëjnë mirë po vuajnë dhe disa të tjerë bëjnë keq, por duket sikur vuajtjet nuk i kthehen?
është pjesë e kësaj karmës që do kthehet një ditë gjithsesi. Ose në një jetë tjetër? Ose edhe në një jetë tjetër. Një person që është duke vuajtur tani nuk është duke mësuar kuptimin e asaj vuajtje, kështu që nuk është duke te i kaluar atë karmë, duke marrë mësimin e asaj për të kaluar në pjesën pozitive që ai mund të ketë ndërtuar. Një person që në këto momente është duke bërë keq, ndoshta ka një karmë pozitive që është duke skontuar, duke ulur në këto momente dhe do t'i përgjigjet në një moment të dytë. A mund të pastrohet ose balancohet karma dhe nëse po si? Mund të punohet në trupin karmik për të hequr nyjet karmike, mund të punohet me meditimin, mund të punohet me ndërgjegjësimin dhe është e rëndësishme që në momentin që personi kupton se cili është bllokimi karmik që është duke e bllokuar në jetën e sotme, është në gjendje që të bëjë ndryshime në jetën e vet për ta ndryshuar. Neve kemi një shprehje që thot të falësh është hynore, por si ndikon falja e vetes dhe e të tjerëve në mënyrën se si ne ndihemi edhe në karmën tonë? Të duash veten është gjëja kryesore, ti duhet të njohësh, të duash të respektosh veten tjetër për të njohur të duash dhe të respektosh të tjerët. Ndryshe nuk je në gjendje ti respektosh edhe ti duash të tjerët. Është normale që duke punuar me veten dhe duke e njohur sa më mirë veten tënde, duke njohur emocionet e tua, duke vënë kufit e tu të qartë dhe për të mbrojtur nga ato këqijat që mund të vinë, duke treguar rëndësi për veten tënde dhe për rrugtimin tënd, i jep një informacion edhe të tjerëve dhe je në gjendje që të kuptosh edhe të duash edhe të ndihmosh edhe të tjerët. Kështu që vjen më përpara ajo batja jote e vogël, pastaj vazhdohet të përmirësohet tek të tjerët. Çfarë këshilla do t'u jepni njerëzve që duan të ndërtojnë një karmë pozitive? Nuk është aq e thjeshtë, sepse ka shumë gjëra që e përbëjnë karmën, po një nga gjërat kryesore është të jetë i vetëdijshëm dhe të jetë i përgjegjshëm për të gjitha veprimet e veta. Dhe i vetëdijshëm dhe i përgjegjshëm. Kështu që të di që në momentin që është duke bërë diçka të keqe, të jetë i ndërgjegjshëm që do marrë një përgjigje të tillë dhe në momentin që është duke bërë diçka të mirë, të jetë i ndërgjegjshëm për atë që është duke bërë. Ne shpesh, për fat të keq, funksionojmë nga pa vetëdija. A e shohim karmën më shpesh në dashuri? Jo domosdoshmërisht. E sheh edhe në miqësi, e sheh edhe në familje, e sheh edhe në punë. Çdo person që ti ke rreth e përqark teje është i lidhur me ty me anë të karmës. Karma sa e rëndësishme është në jetën tonë? Pra, çfarë mund të bëjë një njeri pa një karmë, ose pa e njohur konceptin e karmës? Mendon që nëse njerëzit do ta njihnin konceptin e karmës do të ishin më të vetë ndërgjegjësuar, më të vetë kontrolluar, më të mirë në fund ditës? Unë nuk besoj që ka njeri që nuk e njeh konceptin e karmës, në kuptimin që të gjithë janë të vetëdijshëm që diçka që po bëjnë është e keqe apo diçka që po bëjnë është e mirë. Ky është koncepti i karmës. Je duke bërë me ndërgjegje diçka në këtë dimension. Edhe të zgjohesh në mëngjes është ndërgjegjësim. Unë po zgjohem, kjo ditë do kaloj në një farë mënyre. Nuk mendoj se ka njeri që nuk e njeh, ndoshta nuk e njeh me këtë emër, po e njeh, e di. Të gjithëve ne na është mësuar që është çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe. Dhe nëse nuk na e kanë mësuar në një farë pike, ne ndërgjegjësohemi në çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe. Ligji është një karmë? Ligji i shtetit. Ligjet e shtetit janë ligje që vendosen nga njeriu për anën morale dhe për mirëmbajtjen e shoqërisë. Ka disa ligje, domethënë pjesa më e madhe e ligjeve është e bazuar në ligjin e karmës, jo të gjitha. Për ata që janë skeptik, cili do të ishte argumenti juaj më i fortë se karma është një koncept që ja vlen të merret konsiderat? Fillo të kuptosh se çfarë po ndodh në përgjigje të asaj gjës që ti je duke bërë.
në atë moment do ta kuptosh se çfarë është karma. Kur ti je në gjendje të ndërgjegjësohesh që çdo gjë që je duke marrë mbrapsht ka të bëjë me çdo gjë që ti ke nisur të bësh. Leximi, a na ndihmon që të kemi një karmë të mirë? Leximi i librave, shumë libra japin shumë mësime të ndryshme, na hapin mendjen, na hapin bot kuptimin, na japin mundësinë që të bëhemi më të ndërgjegjshëm. Ndoshta s'ka të bëjë me karmën, sepse edhe një që nuk di të lexoj fare, që mund të jetë analfabet, është në gjendje të kuptojë se çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe, po ka të bëjë me hapjen e bot kuptimit, hapjen e mendjes. Pushteti financiar është pjesë e karmës? Mund të jetë bekim, po mund të jetë ndoshta edhe mëkat apo jo? Dënim. Pushteti financiar Po. është pjesë jo vetëm e karmës personale, po dhe e karmës shtetit, të popullsisë ku ne jetojmë, apo të botës në përgjithësi. Kemi arritur në këtë pikë të pushtetit financiar, sepse kemi krijuar këtë karmë për tokën. Është gjithmonë bekim apo është edhe dënim? Kesh një pushtet financiar? Mund të jetë të dyja. Varet se si e përdor. Qartë. Zonja Vogli, shumë faleminderit që ishte me ne dhe faleminderit shumë për gjitha këshillat që u dhat sa i takon kësaj tematike që për hir të së vërtetës ngjall shumë interes, është një siç e thatë dhe ju që njihet si koncept, por njihet me emra dhe nga forma nga më të ndryshme. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.